Shpesh e ndëgjojmë, unë jam i sigurt që e ndëgjon edhe prej pacientave se po mundohem edhe me gjuhën e popullit kur thonë që kom vjell çaq shumë sa që tash veç viner po qes. A është edhe kjo pjesë e Po, se domethënë kur fillon vjellja, mas pari e vjell çatë ushqim që e ke hangër, që ka qenë kontaminum. Pas andej e vjell sekretet e luktit, mas andej kur s'kan lukt kur gjo, e vjell langjet biliare, domethënë prej zorëve të holla. Edhe ajo është shenjë që ka vjell shumë pacienti edhe është domethënë limiti ku duhet mu trajtue me langje, me infuzione. Në këtë rast është shumë më rëndësi kur kemi vjellje, mos me hangër ose mos me pi, për arsye se lukti është edhe zorët ngacmume, edhe veç të më provokohen sa ma shumë. Ndërsa ka raste, për shembull, kur infeksioni është i ranë, apo helmimi me ushqim është i ranë, atëherë ka metodat vjetra që kam përdor mjekët e vjetër me përvojë, po edhe motrat me përvojë, mbushet një bakall me ujë të vëkt, edhe jepet vazhdimisht me pi pacientit, ai vjell, vazhdimisht pen, vazhdim vjell, po, edhe kjo në një mënyrë e bën lavazhin e stomakut, edhe e zvogëlon numrin e mikroorganizmave na që e kemi marrë. Amo ushqim në ato raste, derisa ta marrin veten pacientin, nuk bën se është provokim. Dikush që thotë, ha, se s'ka lidhje që vjell. Me pas shka me vjell. Po, jo se domethënë është i ngacmuar lukti. Gjitha medikamentet, edhe rehidrimi bëhet në mënyrë venoze. Janë edhe do rehidrus oral, për shembull derisa të fillon me marrë infuzione, është mirë edhe ata me thonë, për ndryshe diçka tjetër jo, se pranon. Domethënë vjellja, ta përmendim edhe këta, është mekanizëm mbrojtësi i organizmit, ku përmes saj eliminohen toksinat edhe helmet. Gjithashtu edhe barkçitja është një formë e mekanizmit mbrojtës, sikur kolli te mushknit. Kur kemi na infeksion mushkni, përmes kollit organizmi tenton t'i pastroj mushkrit. Në këtë raste, në asnjë mënyrë nuk duhet tentohet me nal vjelljen, se në qoftë se nalim, domethënë, toksinat mesin mrena, na vetëm duhet mi kompenzu langjet edhe pastaj me trajtu smundjen edhe vjellja ndalet vetë. Në asnjë mënyrë nuk duhet pacienti me qenë bilans negativ, me humb ma shumë langje se sa që po merr. Edhe jashtëqitjen, domethënë, mos me nal në mënyrë të dhunshme. Po, me probiotik, me rehidrim, edhe në raste të infeksione bakteriale me antibiotik, në raste të infeksione me parazite, antiparazitar, edhe, domethënë, vjen deri te përmirësimi i gjendjes. Mirë, po këto gjendjet e rana sa ma shpejt në kushte spitalore të trajtohen.